Shikues të nderuar, të emisionin Kohë, emision ky që realizohet gjatë muajit të Ramazanit nga produksioni i Bashkisë Islame të Kosovës, përsëri jemi bashkë në qendra të ndryshme të Kosovës. Kësaj radhe jemi në qytetin e bukur të Gjilanit. Gjilani është një ndër qendrat kryesore, ekonomike, kulturore, arsimore të Kosovës, e tash pas luftës është edhe një qendër e fuqishme universitare e Anamaravës dhe jo vetëm. Po ashtu, Gjilani dhe rrethina e tij njihen edhe për një përkushtim kulture, tradite kultivuar të ndjesisë fetare ndërshekullore. Dallohet me ish medresën e njohur atik, pastaj me xhamin me të njëjtën emër, si dhe me xhamin e madhe, që është edhe si simbol i Gjilanit, po edhe me xhami tjera anë kanë komunës së Gjilanit. Për të kuptuar më shumë për ndjesit, aktivitetet, ibadetet e muajit të agjerimit, ndjesit e agjerimit, sonde me ne është kryetari i Këshillit Bashkisë Islame këtu në Gjilan, Naim Efendi Aliu. Efendi, falenderit fillimisht për mikpritje dhe gatishmërinë tuaj që t'jeni sonte me ne. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit, gjithëmshirshmit të përgjithshëm, mëshiruesit veçantë. Mirë se jeni ardhur në qytetin e bukur, në qytetin e qytetarëve të mirë, devotshëm, të përkushtuar, punëtor, qytetarëve të urtë Gjilanit. Zoti ju pas pranuar agjerimin e këtyre ditëve. Amin inshallah, gjithë besimtarëve kudo që gjenden dhe janë. Kryetar, na thoni fillimisht cila është për traditën e Ramazanit dhe agjerimit në Gjilan dhe rrethinën e Gjilanit, respektivisht në Anamaravë. Tradita e agjerimit është e kahmotshme në qytetin tonë dhe jo vetëm, ku qytetarët brez pas brezi kanë kultivuar, kanë përgjigjen ftesës apo urdhrit Allahit xhalla shanuhu, dhe kështu që ndihet atmosfera edhe të kaluamën, por edhe tash për sa i përket atmosferës së muajit Ramazanit. Bile ajo që ka veçon qytetarët e komunës tonë është se një pjesë e madhe e qytetarëve agjerimin kanë filluar qysh në muajin Rexhep, Shaban dhe kanë vazhduar me përkushtim edhe më të madh gjatë muajit Ramazanit. Këtë do të thotë që ka një traditë ka hershme në këtë qytet agjerimi dhe Ramazani. Po, kjo është më se vërtet, nga se në qytetin tonë ka pas ulema që ju kanë të njohur jo vetëm për qytetin tonë, për Kosovën, po edhe në vende edhe më gjanë Ballkan, sidomos në Turqi. A na thua pak si kanë kalu të dy javët e para të Ramazanit në qytetin tuaj? Këto dy javët e para të Ramazanit ne si Këshilli i Bashkisë Islame vizitojmë. Kemi bo një ekip që vizitojmë gjitha xhamit e komunës tonë dhe fillimi i namazëve të taravive, fillimi i këtij muaji të shenjtë Ramazanit është konë sidomos në xhamit e qendrës, nuk kemi mujt më dalluar prej namazit xhumave. Kështu që jep me kuptue që xhamati ju kanë përgjigjen në mas të madhe ftesës urdhrit Allahit xhalla shanuhu, kështu që me përkushtim devotshmëri ju kanë rrekën agjerimit, namazeve, ibadeteve tjera shtesë gjatë këtij muajit. Atëherë propozoj që të shohim një kronik që ekipa jonë ka përgatitur me qytetarët e Gjilanit sot gjatë ditës këtu në Gjilan. Muaji Ramazan po sjell një atmosferë të veçantë në çdo cep të botës. E tillë është edhe Gjilani. Ky është një muaj devotshmërisë, reflektimit dhe solidaritetit, ku zemrat afrohen me Zotin dhe me njëri tjetrin. Duke shëtitur në rrugët e Gjilanit shijuam nga afër atmosferën e Ramazanit. Intervistat me qytetarët zbuluan se si ky muaj ndikon në jetën e tyre, si e përjetojnë agjërimin dhe adhurimin, cilat janë tradita që ruajnë me kujdes dhe si e ndajnë gëzimin e këtij muaji me të tjerët. Atmosfera e Ramazanit është shumë e mirë, dita është e shkurtë, më përretje s'po kemi, gjithashtu edhe uri s'po kemi. Ti personalisht qysh me përjeton? Shumë mirë, shumë mirë. Kur ma mirë s'o kam. Kur
agjeron Ramazan, dhe me thonë je i qetë, je gjitha të mirat, dhe me thonë duket që po të vinë të gjitha të mirat. Për muslimanët është ma interesante. Që ki muj është për muslimanët. Kush donë me majtë, është mirë, kush donë, ajo punë e tina është. Vesh që shpëkalon për Ramazan. Shumë gjizdita, kundra vjetë dhe jam original. Çka konë Gilana e sen ma interesant që atë pikë? Interesant, shkojnë të ravi, falin, që ato... Ti personalisht që shpoj përjeton këtë Ramazan? Unë e mirë, po i kom bërë do vite, shumë vështirë. Për dikë tjetër vlerësim të madh ka zbukurimi i qytetit me dekore e ndriçim të veçantë. Gjelan gjithëherë ka shkuar, ka filluar dhe ka shkuar marrë e mirë ashtu si na dim ta fezojmë. A është edhe këtë vit ashtu, ke shku mirë? Elhamdulillah, për të marrë Zot, gjithë shka është në rregull dhe këtë moment. Këtë vit edhe më mirë, se sa vite tjera është dritat e mirësiot e kuptuat këtë. Zbukurimi i sheshit ju ka bërë përshtypje ju? Mirë po, seja. Për në rregull dhe gjithë shka. Atmosfera në Gilan është përgjithsisht shumë bukur. Shumë, se jo pak për shumë. Ka të ri që t'ashti sa të duesh. Për para s'ka pas, para një 5-6 vjetë s'ka pas, e që t'ashti gjamia plot është ri. Për respektojnë fenë, namazin, këto gjonat elementare shumë bukra janë. Nherë për nherë, të shka e vëzot të se di. Ti vetë që shpë përjeton Ramazan? Unë shumë bukur. 86 vjetë i këmë bo, e një noj me taravi, me Ramazan këtë në rregull është. Për dikë tjetër ndryshim pozitiv është që këtë vit ka shumë më shumë agjerues dhe shumica e tyre janë të rinj. Jemi shumë të kënaqur edhe me Ramazanin, sidomos si vjet po mduket se ka agjerues shumë më tepër se vitin e kaluar, me iftare, me vizitat familjarëve, me krejt. Edhe Por unë akoma këto iftare të tjera organizime. Po, si vjet është pak më iftaret janë më të shpeshta janë iftaret, të familjarët normal, edhe të shokët, të miqësia, të gjithë këto. Kjo në gëzon pa mas. Edhe taravit janë plot, jemi të kënaqur edhe me imam, me Bashkinë Islame të qytetit Gjilanit për organizimin, dekorimin e qytetit për Ramazan që deri tash nuk ka qenë kjo. Sot është kjo dukuri e mirë, e inshallah dhe Ramazanet tjera e dekorojnë kështu qytetin. Atmosfera e Ramazanit në Gjilan është e organizuar në atë mënyrë që veç me i marrë lakmi, që s'ka si bëhet ma mirë. Me iftara, me shkumje të ardhje në për miqësie, shoke, çka di unë të afërme, nuk ka të ndalur. Për shembull, për veti po flas, një iftare këmë bëtë e të shpi. Tu më thire edhe ne edhe këne edhe ato. Që është një kënaqësi shumë e madhe që vetëm njeri që mund me përjetua atë besimtari fort që është. Veti personalisht, që shpoj përjeton këtë Ramazan? Unë për veti kam shumë kënaqësi të madhe. Pas pare falenderoj Allahin që më ka dhënë jetë për me përjetua edhe këtë Ramazan. E inshallah presim edhe shumë Ramazanat të tjerë. A na tregon që sa Ramazana i ke përjetuar? Pa vallahi se kam numëruar që janë me siguri veç pak. Dikun rreth 40 Ramazan. Kthehemi në emision me kryetarin e Këshillit Bashkisë Islame në Gjilan, Naim Efendi Aliun. Efendi na thoni cilat janë aktivitetet shtesë që Këshilli juaj ka marrë enkas për muajin e Ramazanit. Ju keni një ekip të posaçme që është në teren dhe zhvillon aktivitetet të duarndurshme. Si çdo vit, edhe këtë vit, Këshilli Bashkisë Islame ka themeluar një komision që kemi kemi bërë një program për këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Para se të hyjmë në Ramazan, kemi organizuar një tribunë të teatrit të qytetit, ku mysafir kemi pas kryeministrin e Republikës Kosovës dhe një doktor kushtrim qerimin, që ka marrë në ligjërat për të mirat e agjerimit. Me hyrjen Ramazan, ekipi i Këshillit Bashkisë Islame përbërje prej une, kryeministri i Këshillit dhe sekretari i Bashkisë Islame,
cilët na kanë shoqëruar edhe imamët nga Turkia dhe 2 nxënës medresës, mes Malaudin, dhe kemi filluar vizitën për gjitha xhamit, të fillu prej qytetit, prej qendrës dhe kemi filluar tutje. Gjatë këtij muaji, gjithashtu Këshilli i Bashkisë Islame ka organizuar tribunë me studentë e Universitetit Kadri Zeka në medresën e mesme Alaudin në Gjilan, ku ka ligjëruar profesor Fidan Xhelili, profesor i Fakultetit Studimeve Islame Kosovës, gjithashtu në 5 Si kanë prit këtë tribunë studente Universitetit Kadri Zeka? Kanë prit me një entuziazëm shumë të madh, edhe vetë pjesëmarrja aty na ka treguar që numri i tyre kanë mbi 200, saktësisht është 220 studentë që kanë marrë pjesë 33 tona që kanë marrë pjesë në tribunë dhe së bashku mas tribunës kemi organizuar një iftar ku kemi shtruar për ta. Gjithashtu në 5 xhamijat të qendrës së qytetit, çdo ditë mas namazit drekës dhe të ikindijës, para namazit drekës dhe të ikindijës, kënohet mukabele dhe kështu që jemi afër xhamatit, jemi afër besimtarëve. Gjithashtu vlen të theksohet se departamenti i gruas që funksionon në komunën tonë, morë mësim besimin me nxënës dhe gradë të gjinisë femrore. Gjithashtu vlen theksohet se edhe imamët e shtojnë punën me mësim besim pikërisht edhe gjatë këtij muaji të shenjtë Ramazanit. Sa xhami ka qyteti Gjilanit dhe sa janë në rrethin në kuadër të Këshillit të Bashkisë Islame? Në kuadër të Këshillit të Bashkisë Islame, qyteti ka 11 xhami, ndërsa fshatrat janë 37. Janë gjitha aktive? Gjitha janë aktive. Para fillimit muajit Ramazanit, kemi qenë qarkore gjitha xhamijeve, kemi njoftuar gjithë imamët dhe këshillat e xhamijave që të marrin masat përgatiten që të hymin këtë muaj të shenjtë Ramazanit në mënyrë më të dinjitetshme të mundshme sa i përket. Do të gjitha këto xhamit ka aktivitete gjatë muajit të bekuar. Të gjitha xhamit ka aktivitete përveç kohëve të namazit, por kemi edhe namazin shtesë, namazin e taravive, edhe aktivitete shtesë që organizojnë imamët edhe këshillat e xhamive. Atëherë shohim një kronik nga aktivitetet që zhvillohen në xhamit e Gjilanit, si dhe një deklaratë të kryeimamit të Këshillit të Bashkisë Islame këtu në Gjilan. Njekim kronikën. Gjatë muajit të bekuar Ramazan, po zhvillohen një sër aktivitetesh që pasqyrojnë solidaritetin dhe devotshmërinë e qytetarëve të Gjilanit. Në këtë muaj, qyteti mbushet me aktivitete që bashkojnë besimtarët dhe forcojnë ndjenjën e përkatësisë. Nga mukabelet e deri tek ndenjat mbas teravive, Gjilani gjallërohet me atmosferë në çdo rrugë e lagje. Po se cilat janë këto aktivitete na zbulon kryeimami i Këshillit të Bashkësisë Islame në Gjilan, Ilyas Efendi Mustafa. Këshilli i Bashkisë Islame këtu në Gjilan për muajin e madhërishëm të Ramazanit ka parapar disa aktivitete me të cilat e ka filluar prej fillimit të këtij muaji të Ramazanit dhe me izën e Zotit inshallah edhe do të përfundojmë këtë muaj, duke filluar nga organizimi i tribunave në fillim dhe më pastaj, siç është edhe traditë e ka hershme në qytetin tonë, këndimin e mukabeleve në fillim në mbledhjen me imam, secilit imam ju rekomandojmë që para namazit të drekës të këndohen secilat xhamia, sidomos xhamiat që janë më kryesore, domethënë më të mëdha edhe në përfshatra të këndohet mukabelja. Siç shihet, mukabele në Gjilan po i bëjnë të gjithë, i madh dhe i vogël, e re dhe e moshuar. Të ngazëllyer e të kënaqur gjatë mukabeles duken edhe gratë që po marrin pjesë në këtë organizim nga Departamenti i Gruas në Gjilan. Aty, numri i pjesëmarrësve shkon në mbi 100. Aktivitetet po i ndjekin rregullisht, ani pse të gjitha janë me obligime ditore. Mualimja Fatmira Qazimi Haziri tregon se mësimi zhvillohet gjatë gjithë ditës dhe lodhja për të është shumë e paktë. Mësimi në Departamentin e Gruas së Bashkisë Islame këtu në Gjilan zhvillohet për çdo ditë, duke filluar nga dita e hanë deri në ditën e diele, me përjashtim ditës së premte, që kemi pushim, ndërsa edhe vikendeve kemi nxënësa, e sidomos nxënësa të fëmijë, të cilët
nuk po kanë mundësi marrë ditëve tjera me mbajtë mësimin gjatë ditëve tjera të shkollës, atyre kena mundësinë marrë ditëve të vikendit. Interesimi është i madh, dikoni kemi mbi 100 nxënësa së bashku me mësuesën Mirlinda, pastaj kemi edhe nxënësat gra, gjithashtu interesimi i tyre është shumë i madh. Mbi 130 nxënësa ka gra të cilët e ndjekin mësimin. Fillomi që nga shkronjat, pastaj kemi ecim me programin e Elifit, pas Elifit vazhdojmë me leximin e Kuranit. Ndërkohë Haxhikën Sherife Bunjaku, kjo veçe e fundit e Ramazanit po e gjen me finalizimin e shkronjave të Kuranit. 75 vjeçarja hyrjen në Kur'an e ka pasur ëndër të kahmoqshme. Apo na ka thënë që sa vjen këtu me mësu? Që 2 muaj. Që 2 muaj. A ka ardhur vështirë me mësu shkronjat? Me emër të Zotit më ka duk shumë letë si kur se ku menuar gjithmonë e kum pas këtë djegë që në herë kisha pas shef në këtë jetë me mësu me lexu Kur'an. Me kanë shumë e kënaqësi me për mësuesës se s'kum besuar që muj më mësu. S'ke besu që i mësu shkronjat për 2 muaj? S'kum muj për 2 muaj s'ma ka marrë menja heq. Edhe këtu të shtëpia e lexoj ma mirë, këtu pak ma. Qysh po ndihesh tash që po ti me lexu librin e shenjtë? Shumë tepër e gëzueshme jam. Tepër që me e gëzueshme nuk kam një jetë, thash edhe mësmusha shumë Kur'an, hash vesh në herë, thesha po vesh 3 shkronja ti mësoj një herë, vesh 3, s'po du ma shumë një jetë. Zoti ma mundësoj me mëshirën e tina, i ku mësua të qëto, nashtë inshallah dhe Zoti më madhe në Kur'an. Mualimja Mirlinda Bekteshi thot se profesioni si mualime është shumë i veçantë. Mësimdhënien e praktikon edhe në zonat rurale, dhe se me afrimin e fundit të Ramazanit përgatitin edhe duan e hatmës. Mësimin këtu e majna çdo ditë të javës, ndërsa me nxënësa kemi vetëm të shtunën dhe të dieleve, përveç në departament të cilin punojmë edhe në përfshatra. Unë punoj edhe në fshatin Cërnic, ku atje kemi dikun 15 deri në 17 nxënës të cilët janë të rregullt, punojmë ditën e martë dhe ditën e diel, ndërsa këtu punojmë vetëm ditën e diel me fëmijë, ndërsa 2 ditë të javës punojmë edhe me gra ditën e martë dhe ditën e mërkur. Një herët kemi filluar edhe me leximin e mukabeles, ku inshallah javën tjetër vetëm se do ta bëjmë edhe duan e mukabeles. Nxënësit që vijojnë mësimin duken shumë të gëzuar pranë bankave. Aty po përfitojnë gjëra shumë të dobishme, mbase nuk do t'i gjenin diku tjetër, duke filluar nga ilmi hali, historitë e pejgamberve, e deri te shkrim leximi kuranor. Është një kohë e gjatë se unë kom fillu me mësu këto prej 6 vjetë, kom fillu mas pari me mësu Kuranin, ku pastaj kom arrit me mësu xhuxhename, me bo hatme në të tjera. Përveç Kuranit, çka mëson tjetër? Tjetër mësoj gjithçka rreth kësaj feje islame, historitë e pejgamberve disa e të tjera. Qysh ndihesh ti kur të vjen me mësu këtu? Unë ndina shumë mirë se qyshta adin e kena një mësu se shumë mirë, edhe kam vullnet kur vi edhe këtu se di që mësoj diçka të mire, jo veç hajt. Alejna Islami është vetëm 4 vjeçe. Merr pjesë rregullisht në mësim besim dhe me plot dashuri reciton para kamerës son sure nga Kurani. Luaro ehad, arao samad, lam yalid wa lam yulad, lahu kufuwan ahad. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. Krye imami ka paraparë që gjatë këtij muajit të ndrohen edhe imamt në namazin e xhamas, të cilin e kemi kryer. Dhe po ashtu kemi organizuar edhe tribun gjatë këtyre ditëve, një tribun në medresen me të rit dhe të rejat e komunës së Gjilanit, të shkollave të mesme dhe të fakultetit Universitetit Kadrizeka këtu në Gjilan me studentët e tyre. Po ashtu Këshilli i Bashkisë Islame ka organizuar edhe iftarin tradicional që e kemi iftarin me motën iftarin na bashkon, edhe atë e kemi realizuar me strukturat komunale. Neve që tash kemi filluar edhe namazin e natës, të cilin e kemi caktuar në xhamin e madh, xhamin qendrore. Jemi në emision me
kryetarin e Këshillit Bashkisë Islame këtu në Gjilan. Efendi, ata që keni një numër të konsiderueshëm xhamive, po në thua ka shtim xhamatit gjatë muajit të Ramazanit në xhamitë e Gjilanit dhe rrethinës? Po, ka numër më të madh, luks më të madh xhamatit, sidomos ajo që vlen përmendur është numri i trive në xhamatin tonë. Ne mbasi që i kemi veç do vjet, pikërisht këtë xhami, në vitet komunizmit që unë kam rri vetë, kur më konë nxënës, nëse më thonë fëmijë, që në këtë xhami ditë xhumës u konën 4 safa apo 5. Dhe tash, elhamdulillah, në atë kohë kemi pasën veç 5 xhami qyteti, tash i kemi 11 xhami, namazet e xhumës nuk i zonë xhamit, pra falen edhe për jashtë të xhamati, ndërsa namazin e teravive dhe namazet ditore i falin në mënyrë komode, në mënyrë dinjetetshme, por që ajo që na bën neve gëzueshëm, shohim që numri i xhamatit është në rritje sipër për herë. E përmendet që struktura e xhamatit është kryesisht të rinj, po a ka ndonjë aktivitet të veçantë që keni marrë pikërisht për të rinj gjatë këtij muaji të bekuar? Ashtu siç e përmenda edhe më herët, pra kemi filluar me tribuna, mësim besimin në shumicën e xhamive të komunës tonë gjatë këtij muaji. I bëjmë organizime ndryshme, sidomos që sonte kemi pas një iftar të veçantë veç me trit, me xhamat tri, dhe kështu që jemi jashtëzakonisht kënaqur me aktivizmin e trive, sidomos gjatë këtij muaji të shenjtë Ramazanit. Ta që keni ndërtuar pas luftës ndërtuar një numër i konsiderueshëm i xhamive, a ka nevojë Gjilani, po dhe rrethina për xhami të reja, po është përfunduar? Rrethina e Gjilanit i kemi vetëm 2 lokalitete, që është fshati Shillov dhe fshati Gëllam, që është e nevojshme të ndërtojmë edhe aty nga një xhami, ndërsa në qytet vetë fakti që xhamit janë plot dhe ditën e xumës ka njëherë verës, ndonjëherë në vjesht e ndimër, kemi xhamatin që akoma falet për jashtë. Ne si Këshilli i Bashkisë Islame jemi të angazhuar dhe jemi të përkushtuar që të shtojmë numrin e xhamive edhe më tutje në komunën tonë. Para pak kohë kemi filluar ndërtimin e xhamisë në lagjën e spitalit, ku do të ndërtojmë një xhami moderne dhe shpresojmë që një numër vegjit madh xhamatit do ta lehtësojnë sidomos për ditëve të xhumave. Punë e mirë, atëherë na thoni që Ramazani është muaj i rahmetit, është muaj i bereqetit, është muaj i mëshirës. Po Këshilli i Bashkisë Islame të Kosovës a ka ndërmarrë diçka që të ndihmoj kategorive nevojë, njerëzve që kanë nevojë, që të dalë ndihmë, që këtë muaj ta kalojnë më lehtë. Këshilli i Bashkisë Islame të kaluamën, edhe tash, dhe inshallah do të vazhdojmë edhe në të ardhmen, përmes shoqatës Bereqeti, planifikojmë, deri tash kemi shpërndarë mbi 500 pako ushqimore për familjet nevojë, edhe shpresojmë që deri në fund Ramazanit të shpërndajmë edhe 500 tjera, që në përgjithësi numri i familjeve që do të ndihmohen përmes shoqatës Bereqeti gjatë këtij muaji të Ramazanit do të jetë numri 1000. Ne si Këshilli i Bashkisë Islame e kemi për herë xhumën e fundit para se të hyjmë në Ramazan, që e morëm një organizim në për gjithë xhamijat që të mbledhim fonde pikërisht për sofrën e Ramazanit, që të dalim ndihmë familjeve në nevojë. Sa përgjigjet qytetarët e Gjilanit këtij aksioni solidar edhe humanitar? Unë shpresoj që jemi numër 1, jemi kampion në Kosovë, sa i përket xhamatit tonë për solidaritetin edhe mbështetjen, besimin që e kanë ndaj Këshillit Bashkisë Islame. Du të përmendje që Këshilli i Bashkisë Islame para lufte ka pas 17 xhami, tash i kemi 48
dhe gjitha këto xhamit, edhe ato 17 që janë kanë, janë renovue, janë restaurue, dhe falë gjitha punë të e kanë bëhen besimtarët, xhamati jonë, cilët kanë da prej pasurisë tyne dhe i kanë ndërtuar këto xhami. Edhe për muajin e madhëshëm të Ramazanit, Këshilli i Bashkisë Islame përmes ndihmës që na ofron xhamati, jemi munduar që të përfshijmë gjitha kategoritë e shoqërisë cilët janë nevojë. Kemi ndihmuar organizatat dalura nga lufta, organizatat e hendikosit, verbërve, kemi numrin e konsiderueshëm të jetimëve të komunës tonë, gjithashtu komunitetin rom, që nuk kemi bë asnjë përjashtim pa marrë parasysh se nivelin e tyne edhe kombësinë e tyne. Momenti i veçantë i muajit të agjerimit dhe i Ramazanit është koha e iftarit. A na thua si duket Gjilani, si duket shoqëria e Gjilanit në vaktin e iftarit? Është një traditë e mëhershme, ashtu siç e përmendëm më herët. Kohën e iftarit, po t'jesh prezent dhe ta shijosh kohën e iftarit, e sheh që gjithë njerëzit lënë punët e tyre, lënë angazhimet e tyre dhe gjithë secili mundohet që të mrrijnë në kohën e iftarit në familjet e tyre, dhe shohmi që në kohën e iftarit qyteti i Gjilanit veç është pa njerëz, është i qetë. A kultivohet ende ndër qytetarët e Gjilanit tradita e ftesës për iftare në ambientet familjare? Kultivohet. Nuk ka familje që nuk i thret familjarët e vetë, miqt, dashamirët në iftare gjatë muajit Ramazanit, por që shohmi që edhe në për lokale, në për restorante ndryshme, organizojnë sofrat iftarit, janë prej dhuntive apo prej punëve që besimtarët i bojnë gjatë këtij muaji. Ajo që vlen me cekën, ndoshta është që edhe lokalet në komunën tonë, kafeteritë, këto fast foodat, gjelltorët, një numër konsiderueshëm i tyre i mbyllin gjatë ditës e i hapin kohë të iftarit, ose disa prej tyre edhe nuk punojnë fare gjatë muajit Ramazanit. Atë propozoj që të shoh për një kronik që bashkëpunëtorët tonë kanë përgatitur në një familje gjilanase për iftar. Ndjekim kronikën. Iftarin e ditës së sotme shijuam në shtëpinë më të vjetër të Gjilanit. Në këtë shtëpi nostalgjike, mes mureve që flisnin histori dhe aromën e gatimeve tradicionale që mbushnin atmosferën me nostalgji. Aty në atë strehë të lashtë, ndjem hijeshin e një kohe që vazhdon të jetoj përmes brezave. Një iftar që nuk ishte vetëm një vakt, por një përjetim i shpirtit dhe kujtesës. Pasioni për kuzhinën dhe përgatitja me delikatese ushqimeve tradicionale për iftarin i zbukurojnë Ramazanin edhe më shumë, zonjës së shtëpisë Fatmire Abdullahu. Ajo na tregon konkretisht se çfarë dhe si përgatitet një iftar në shtëpinë e saj. Po, zoja, mundesh me na tregu se çka ke përgatitur sot për iftar? Po, sot për kom përgatit supa është e shtëpisë, krejt bjasht, me kavërdista, me krejt, me mishin. Çish bëhet kjo supë? Kjo supë bëhet me rrezin mishin e pulës, edhe karotën, e cofton, mas ne e kavërdis me mielin, edhe këtë shirien, këto do me thona e supa që është shirien, a i thojmë shirje. Edhe e kavërdismi, e qesmi aty, qesmi edhe magdanoz, zihet mirë, edhe kjo bëhet kështu. Kjo është mishi përzhet, kjo e shtimi drejt për drejt, e marinojna, e mbulojna me foli, edhe deri në fund kjo bëhet. Këta kaqikat i kumari kumzi, i kumarinu edhe këta, edhe kështu që i kry edhe këta. Këto janë mantijat, do me thonë kjo është gjys me mantijat me djath. Gjysa është pite, gjysa është mantija me djath. Kurse kjo është baklava. Edhe kjo është krye, është me arra, është me peta terën. Kjo është mantija me mish, edhe kjo pregaditet i bojmë katmerat. Tani i prejmë, ja vendos me mishin, edhe kryet. Kjo është me perime, oriz me perime, me gjitha perimet,
edhe ka një sos që e marrojën e vetë, me gjitha perimet i ka i sosi. Patligjanin, domatën e zezë, e kemi karotat, specat e ajvarit, kretë qka janë në aty. E tash do me thënë kjo është oriz me gjitha perimet. Që kjo nuk po duke që kemi pa dikun tjetër, përdoret shumë në sofra tuja, është prej... Po, kjo është shumë e mirë edhe e ka shijen shumë të mirë. Mantijat preferohen të nxehta apo të ftohta? Jo, të nxehta. Dhe sa kohë para iftarit zakonisht duhet mu pjek, apo sa merr kohë? Kjo 40 minuta bëhet. Do me thonë, për 1 orë kjo veç e kitë gatshme. Tash ti po bëjmë pregaditjen e sallatave. Unë i bëj këtu 3 lloje për shembull. Tani këtu i rregullojmë. Tash edhe mantijat janë pjek. Janë të gatshme. Teksa ora afrohej, duart e familjes Abdullahu luteshin me përulsi për bereqet dhe shëndet. Dhe më në fund, kur ezani jehoi, gjithçka ishte gati. Një tryezë përgatitur jo vetëm me ushqim, por me zemër, me respekt për traditën dhe me ndjenjen e një Ramazani të begat. I zoti i shtëpis, Haxhi Zekeria Abdullahu, rrëfen mbi këtë shtëpi të vjetër qindra vjeçare, cili ishte sekreti i qëndrueshmërisë së saj dhe se çfarë u zhvillua aty. Haxhia, mundesh më na tregu kur është ndërtu kjo shtëpi dhe cila është historia e saj? Po, unë do të mundona në pika të shkurta me tregu një historik ndërtim kësaj shtëpis. Kjo shtëpi është ndërtuar rreth vitet 1787-88, saktësisht një vjet 2 mundet me pas në Jerusalem, po atëherë është ndërtuar, do thotë është ndërtuar me këtë arkitekturë cilën jo po e shihni. Është ndërtuar nga ndërtuesit vendor, do thotë ose janë me origjinë nga Maqedonia, nga Tetova, apo Gostivari, mjeshtrit, ashtu na kanë rrëfyer, kanë qenë, thotë mjeshtrat njohën për ndërtimtari. Do thotë ka qenë një prej kajmekamëve të Gjilanit, i cili ka jetuar në këtë shtëpi. Ne këtë shtëpi e kemi blet dikon rreth vitit 1969, dhe prej vitit 1969, do thotë, jemi banues në këtë shtëpi. Por ju e dini edhe para këtyre viteve se kush ka jetuar këto? Para këtyre viteve, do thotë, ka një histori pak më të gjatë, po sidoqoftë e di që do thotë ka qenë një kajmekam i Gjilanit, ka qenë njeri i fuqishëm, do thotë, ekonomikisht, edhe ai ka jetu, pastaj është shpërngull në Turqi, kanë ardhur tjera familje edhe kështu janë ndru, disa familje janë ndru, derisa jemi na, do thotë, trashëgimtar të fundit të kësaj shtëpie. Tani e gëzoni mbrojtjen e monumenteve të kulturës është radhit. Do të thonë është mbrojtur nga... Po, nën mbrojtjen e monumenteve të kulturës është kjo shtëpi. Kështu që na kena jetu këtu, e ka një ngrohtësi, është shtëpi historike, themo, nuk ka shtëpi në Gjilan ma të vjetër se kjo shtëpi që është ndërtu. Sekreti i ndërtimit të kësaj shtëpisë dhe qëndrueshmërisë është se është e marruar me llaç, me tulla, me gorë, edhe do thotë e ka izolimin të mirë, do thotë se është izoluar mirë dhe nuk ka pas ujë ka me hyje. Shtëpia dhe kështu që i ka përjetuar edhe disa termeteve në Gjilan, edhe pse ka dëmtu pak, po prap i ka përjetuar. Këtu ka pas tubime ndryshme, prej qytetarëve të Gjilanit, prej veprimtarëve të kulturës, kena organizu lloj-lloj ndaja, lloj-lloj aktivitete shkulturore, ama ngjarje historike nuk muj pas qështu kemi organizu iftara, kemi organizu ligjërata ndryshme me dietar islam, me dietar të shkencave, kanë vizitu, kena nejt, kena debatu tema ndryshme në kohën kur për shembull institucionet e Kosovës kanë qenë mbylluna, to dyrt kanë qenë të hapuna për gjithë. Shpesh herë bëlem shumë, kemi edhe video incizime, po
Fatkeqësisht që ato video incizimet duhet me nxjerrë edhe milion si arkiv, do thotë se kemi pas shumë takime të tilla. Edhe çdo vit organizojmë edhe iftare ndryshme, edhe takime ndryshme, edhe gjithë do thotë hoxhallarët e Gjilanit, të cilët sot fatkeqësisht kanë kalu, do thotë nuk janë në këtë botë, kanë qenë mysafir të kësaj shtëpie, kanë qenë mirë ardhën, kena debatu, kena nejt, kena diskutu, kam kujtimet shumë ta në këtë shtëpi, do thotë kujtimet mira, të hajrit, do thotë ka pas bisedat mira, kena zhvillu debatet mira me njerëz të kulturës, me njerëz të artit, me njerëz gjithka, edhe sot vinë me vizitu shtëpijen, shpesh prej shteteve tjera, janë të interesuar për arkitekturën, për kulturën, për artin, vinë e vizitojnë. Kemi në emision me kryetarin e Këshillit të Bashkisë Islame këtu në Gjilan, Naim Efendi Aliun. Efendi, ju jeni kryetar, e njeni mirë jetën fetare, është me interes të dim çfarë dimensione marrin shtesë, aktivitetet dhe jeta fetare gjatë muajit Ramazanit këtu në qytetin tuaj. Po vetë muaji Ramazanit është muaj i veçantë, muaj cilin e ka dalluar Allahu xhaleshanuhu. Edhe përmes adhurimit, përveç 5 kohëve të namazit, pra kemi adhurimin e namazit taravive, dhikrin, leximin e Kur'anit, që në disa xhami manifestohet me të madhe ku xhamati në mënyrë të organizuar prej namazit namaz është i përkushtuar në leximin e Kur'anit, gjithashtu edhe ibadetet tjera cilat i bojnë gjatë këtij muaji. Ka një përkushtim do të përkryen e ibadetit. Është një përkushtim i veçantë gjatë këtij muaji dalluar me muaj tjerë. A ka dhe xhami këtu në qytetin tuaj ku namazi teravive falet me hatme? Po, përmes qarkores së kryesisë Bashkisë Islame është lejuar që nëpër gjitha këshillat mundësisht që të falet me një xhami në mënyrë të organizuar namazi i teravive me hatme, kështu që kemi xhamin Lagjës Dardania, ku në xhami falet namazi teravive me hatme, dhe kjo veç është bërë traditë që 3-4 vjet ose më tepër që në xhami falet namazi teravive me hatme. Sa është i pranishëm, çfarë pranie xhamatit ka në atë xhami? Është numër i konsiderueshëm, është xhami e madhe, dhe është numër i konsiderueshëm i xhamatit që fal namazin me përkushtim, me bindje, namazin me hatme. Ma herët në ta që Gjilani në kohën e iftarit bie në një qetësi, po çfarë është Gjilani pas kohës iftarit? Pas kohës iftarit Gjilani në një farë mënyrë ngjallet, nga se njerëzit fillojnë të lëvizin, rrinë nga se muaji Ramazanit për veçorive tyne është afrimi mes njerëzve, bashkëpunimi mes tyre, mirëkuptimi mes tyre, kështu që e shohmi nga se vetë qytetarët e Gjilanit janë njerëz punëtor, njerëz urtë, dhe bashkëpunimi mes tyre është i mrekullueshëm. Kështu që është për çdo lavdat afërsia që njerëzit kanë mes veti edhe pas namazit ose pas iftarit. E ringjallë Gjilanin koha e namazit teravive? Padyshim që e ringjallë, nga se vetë numri i madh i xhamatit që vjen namazin e teravive dhe pas namazit teravive njerëzit rrinë për një periudhë, ndoshta jo shumë gjatë, por shoqërohen dhe rrinë afër njëri tjetrit dhe komunikojnë për sfidat e jetës, për bashkëpunimin mes tyre, për mirëqenien e shoqërisë. Kjo na bën entuziast, sidomos tek të rinjt, tek njerëzit që frymojnë, jetojnë dhe shijojnë të mirat e këtij muaji të shenjtë Ramazanit. Atëherë propozoj që të ndjekim një kronik nga xhamit e Gjilanit për namazin e teravive dhe pas namazit teravive. Ndjekim kronikin. Bekimi i Ramazanit shtrihet mbi rrugët dinamike të Gjilanit.
ku hëna ndriçon këndshëm mbi minaret e xhamive. Në këtë qytet xhamit duken të mbushura. Qilimat e xhamive prekin ballin dhe dëshmojnë për lutjet e mira qytetarëve. Nata zbukurohet në melodinë e këndimit të Kur'anit nga efendilerët. Ky namaz i teravive ka qenë i këndshëm për herë, thot njëri nga namazfalësit e vjetër të kësaj xhamie. Në Gjilan është e bukur si gjithnjë, normal. Kohën e fundit ka filluar me atmosfera për shkak të migrimit të shumicës së trive, më thon shumicës për një pjesë të madhe trive si në Gjilan edhe në qytete tjera, po shifni është mashallah është e mirë. Atmosfera Ramazani më. Po aktivitetet e natës që është namazi i teravive, që është bën mundje ty? Po një pej xhamatlive të vjetër, aktivitetet e natës që është namazi i teravive, normal bën më një mirë, është namaz vullnetar, më afër Zotit, si Ramazan më. Teksa dikush tjetër ka numruar 84 pranvera mbi supe dhe çdo hap që hedh me bastionin e tij të vjetër është një dëshmi e kohës që ka kaluar mbi të, por edhe besimit të palëkundur, që e mban fort, e që sonte u pasqyrua duke qëndruar për plot 33 rekate në xhami. Mira shumë. Inshallah, veç me të mira shkon inshallah, ja bën Allah i kabull të thimnetit Muhammed. Allah ju në roftë edhe juve. Amin. Vetë që shpoj përjeton Ramazanin ti? Mirë shumë, mirë. Këm bo 84 vjetë i këm bo. 84 vjetë. Sa Ramazana i ki krej? Bes nuk e dhja zetë që më konën për 12 vjetë këm një nume. Jemi në emision me kryetarin e Këshillit Bashkisë Islame në Gjilan. Nderuar kryetar, nga biseda me ju dhe nga kronika që kam përgatitur bashkëpunëtorët tanë, u përpoqëm që të paraqesim përjetimet, ndjesitë e qytetarëve të Gjilanit gjatë muajit të bekuar Ramazanit. A keni ju për të shtuar diçka që ja vlen që unë nuk ju kom pyet? Ndoshta jo që ju nuk më keni pyet, por që unë e kom harru me cejnë fillim. Këshilli Bashkisë Islame është institucion që bashkëpunon me gjitha institucionet e vendit, dhe sidomos me komunën e Gjilanit. Pra, jemi dakurduar që para fillimit muajit Ramazanit, qendrën e qytetit, në bashkëpunim me zyrën e kryetarit komunës, kemi stolisën me ndriçim, me zbukurime tjera, që kemi dhënën të kuptojnë edhe fëmijët tonë që veç pohimin muajin e madhreshëm të Ramazanit. Me dhënë atmosferë Me kemi filluar me dhënë një atmosferë të muajit shejt Ramazanit. Gjithashtu, në bashkëpunim me kryetarin e komunës, kemi organizuar një iftar të madh ku kanë marrë pjesë mbi 600 qytetarë dhe janë ftuar gjitha strukturat e institucioneve, xhamateve, imamëve që të marrin pjesë në darkën e iftarit. Kështu që jam mirënjohës bashkëpunimit me gjitha institucionet gjerëse dhe relevante që funksionojnë në komunën tonë. Atëherë, na thoni një mesazh shkurt për besimtarët për të ditë që na kanë mbetë muajt bekuar të Ramazanit. Muaji i Ramazanit është muaji i bekimeve të mëdha, muaji i rahmetit, i bereqetit, i faljes, muaji i sakrificës, muaji i pendimit. Kështu që uroj nga zemra që edhe këto ditë që na kanë mbetë gjatë këtij muaji të shejt Ramazanit, besimtarët e komunës tonë dhe në përgjithësi gjithë besimtarët anëkond shtetit tonë dhe anëkond botës, të kenë harmoni mes veti, të kenë dashuri mes veti, ashtu si që jemi zbashku në sofrat iftarit, të jemi zbashku në qëndrime, të jemi zbashku në iniciativa, në punë të mira që do të ndërmarrëm, sidomos gjatë këtij muaji Ramazanit. Ajo që ka veçon muajin e Ramazanit është se muaji Ramazanit është një muaj shkolle për besimtarët. Uroj që gjithë besimtarët që të ushqejnë shpirtin e tyre përmes agjërimit tyre, përmes namazet, ibadeteve tyre, përmes dashurisë mes vete, ashtu siç është sofra e iftarit, namazit të taravis, sofra e syfyrit, lusëm Allahin xhaleshanuhu që ndrit mendjet tona, zbut zemrat tona dhe dalëm fitimtar prej këtij muaji, që lusëm Allahin xhaleshanuhu që ky muaj të jetë një udhërrëfyes se si besimtari duhet jetoj edhe muaj tjerë që nuk ka muaj të shejt Ramazanit. Efendi,
Ju falenderit për kohën, ju falenderit për shpjegimin tuaj, ju falenderit për kontributit që dhatë për këtë emision. Falenderoj gjithashtu edhe gjithë stafin realizues të këtij emisionit e ju shikues të nderuar, në mbetje deri në emisionin tonë të radhës.